recetën. Frikase kemi tani për të përgatitur me mish qingji dhe do t'i lexojmë fillimisht përbërësit që na duhen për përgatitjen e kësaj recete tradicionale përsëri. Lexojmë fillimisht cilët janë përbërësit dhe vazhdojmë punën në kuzhinë. Ju duhet 500 gram mish qingji, 2 luggjelle gjalp, 2-3 qep të vogla ose qep të njoma, 2-3 karota, 1 kërcel selinoje, 2-3 patate të vogla, 2 luggjelle miell, 2 limona, 1 tuf koper dhe pak qumësh, kri piper të zi për të rregulluar shijen. Tani shohim procesin, prunën. Mishin e kemi zier apo jo? Shtoj. Yndyrën si fillim. Nuk e lë. Ngroh vetëm enën dhe më pas vendos yndyrën. Kam mishin e qingjit që kam vendosur brinj. Për brinj faktikisht është tava e kosit. Por frikaseja, brinj janë, shkodranët ka një shprehje, më mirë kocka me lëpi se sa mish me ungi, sepse pjesa më e mirë e mishit normalisht është te kocka. Kam përfituar lëngun dhe te lëngu kam shtuar piper kokër. I vë kapakun. I vë kapakun për momentin dhe si vë kapak bisedës. Shtoj. Mund të vendosim qep të thatë ose qep të njoma. Diku të 2 qep ose 3. E përzijej mirë, derisa të kem tretjen e yndyrës, prandaj dhe shtoj dhe pakës vaj, kombinimi më i mirë dhe më i duhur gjalp vaj, e ndihmoj me krip, në të kundërt mishin jo, sepse kripa forcon mishin. Mishin e kam vendosur në ujë të ftohtë, që të marri vlerat lëngu, sepse mishi vetë në përgjithësi po të dim saktësisht se çfarë ne duhet të konsumojmë lëngun. Dhe mishin nëse konsumojmë apo jo nuk përbën problem, se të gjitha vlerat proteinë diçka ka kaluar tek lëngu. Prandaj dhe lëngu uji vendoset i ftohtë. Në të kundërt që ne duam mishin, patjetër shkon në ujë të nxehtë. E duhur është tek lëngu ne të vendosim një qep, një dafin dhe kokrat e piperit ose baharne. Ku është ndryshimi i baharnave me piperin? Bahari është kokër më e madhe se piperi, në të kundërt kur themi një koriandër, kurse kemi të freskët që ngjason me majdanozin gjithë e madh, koriandra është një kokër piperi e vogël fare në atë ngjyrën gri. Po. Tek ngjyra gri, thash, shtoj. Lë ngjyrën gri dhe dua të shoh ngjyrën e artë këtu. Afrohet pak në mentën korianda, vjen pak në mentë është piperi jeshil. Kurse koriandra e kërkon të jetë pak më ndryshe, në aromë, kur ka një gërshetim të aromave më shumë. Se nga që e përdor më shumë tek basmati unë atë koriandrën si kokër. Koriandra faktikisht, nëse nuk është e freskët, nuk ka asnjë lloj vlere. Po mirë, patjetër, çdo gjë që është e freskët ka vlerë. Krejt ndryshe. Kanë vlerë kur janë të freskëta, patjetër. Po jo, shumë në energjiku nuk e humbes. E thekson aromën në gatim, si bim. Kurse çka kaloj në majdanoz dhe këto, e mirat mirave është të ruhen në frigorifer, se sa ajo tharja. Siç e tha dhe Kolka që them unë, po ndoshta vetëm në energjikut është idealja. Këto bimët janë gjithmonë të freskëta. Këto majdanoz koper nuk është se humbas. Jo, ne këtu koriandër nuk gjejmë. Finok, patjetër, tek pjesa e finoku është, mustaqet e finokut janë normalisht është koperi, por me një shije pak më të fuqishme. Në uzo. Po, kemi finoku që është në uzo, finoku është në uzo, dhe kur ne bëjmë finokun me limon është, do të shtoj direkt finokun, ose, kur nuk kam selino, shtoj finok. Po. Nuk e kupton dot finokun, rrënjën e finokut me selinon, nuk e kupton dot. Sepse janë vetëm në aromë. Po. Do të shtoj, le të marr një garushde që të shtoj nga pakës lang. Si që shikoni, kam edhe vjam sa mund të ketë mishi, po shumë pak. Shpesh ne jemi gabuar dhe themi yndyra është shtazore nuk na bën mirë. Ajo është yndyra e duhur, yndyra që them është më idealja. Po mirë, më mirë një çik gjallë, fshati.
vaj ulliri edhe ndonjë dhjamushkë nga baktit, se sa vajrat industrializuara, që janë qindër më të dëmshme për shëndetin, aq më tepër kur ne i përdorim në skuqje, por edhe në gatime. Do të shtoj masën e miellit, sikurse një dhe qumësht për ta trashur edhe qumësht, lëngun dhe gjellën që do të bëhet aty bashkë me tjetër qepën dhe selinan. Shtoj. Pra, 3 pjesë, sepse ne nuk e kemi për mishin, po kemi, do të ngopem me mish, po me shien. Shtoj lëng. Mishin e kam të zier, sikur se shtoj karrotat edhe patatet të prera në kubik. Unë i kam parazier dhe prandaj i shtoj direkt. Që të kap kohën, normalisht i paraziej. Vendos kapakun sikur se dhe masën e kripës, masën e piperit dhe e lë të bëhet, duke i vendosur kapakun. Pjesën tjetër të lëngut. E sigurisht, po s'na u desh tek frikaseja, do ta gjejmë në përdorime të tjera. Jon bëhet një pilaf shumë i mirë apo përdorime të tjera. Bëhet me qingjë. Në nxehtësi. Shumë pak. Yndyrë. Nuk e kalova në beshamel, që ta bëj akoma dhe më të lehtë, me që ne kemi mishin e qingjit dhe e rëndon paksa shien, prandaj dhe bëj një hollim të duhur, po, i ndezur është edhe bëj tretjen e joni se shte miell. Prandaj dhe nga vetë emri Ola i ka të gjitha. Tani ne ja kemi shtuar të gjitha produktet, Të gjitha produktet përveç vezës. Vezës edhe pjesën e qumshtit, në fund në përfundim të zjerjes. Në fund do ta kaloja në beshamel, sepse ka mënyra të ndryshme, dhe jo më kote theksova që dora e nënës time është më mirë se dora e nënës tënde, sepse ashtu jam rritur unë. Gjithashtu. Bravo. Po patjetër që po. Të dish dorën e nënës time, thot një tjetër ose unë. Pra, pa le kur thot goca ime, të dish dorën e nënës time, thot që është ajo që ne themi ka të bëjë me memorien e aromave, memorien e shijave, çdo gjë ka një memorie. Mo nuk e zëvendëson askush dorën e nënës. Askush. Ja. Ja, shtojmë një tretje. Dhe kjo e përmirëson dhe trash. E largoj nga nxehtësia, e shikoni që largoj nga nxehtësia. Po, se duhet jetë një masë homogjene, pa kokriza, për t'ja shtuar në fund, po duhet të kaloj ky procesi të ngrohet mirë dhe pastaj i shtohet gjellës. Ndërkohë,